Shirat e rëna gjatë muajit janar kanë krijuar probleme të shumta në rrugët rurale, veç shembjeve që pësuan disa rrugë fshatrash, të tjera janë amortizuar. Kjo që shihni në pamje është gjendja e rrugës që lidh fshatin Plesh me lagjen Kukatin. Për shkak të rreshjeve të shumta të shiut, kjo rrugë është kthyer e pakalueshme për shumë lloje automjetesh. Jashtëkamras banore dhe drejtuesit e mjeteve thanë se dëmtimi i rrugës është bërë nga kompania që po ndërton ujësellcin, e cila ka ndërhyrë për futjen e tubacioneve, por nuk e ka kthyer ende rrugën në gjendjen e mëparshme. Sipas banorëve, gjatë punimeve jo vetëm që është prishur traseja e rrugës, por edhe kanalet anësore, çka ka bërë që të gjithë ujërat e shiut të vërshojnë në rrugë. Situata mbetet shumë problematike për të gjithë ata banorë të Kukatinit që zgjedhin këtë rrugë për të shkuar tek banesat e tyre nga fshati Plesh. Për lagjen Kukatin është edhe një rrugë tjetër nga fshati Ceruj, por ajo është shumë e largë ndaj kërkesës së banorëve është që rruga nga fshati Plesh të bëhet e kalueshme për të gjitha llojet e automjeteve.